Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju drejtua me një thirrje shqiptarëve që të mos ndikohen nga ato që i konsideroi si përpjekjet primitive të Edi Ramës, për të cilin thotë se po rrokulliset. Edi Rama po rrokulliset, kjo është e vërteta. Dhe për të lexuar rezultatin e këtyre zgjedhjeve, mjafton të shohësh ekuilibrat e Edi Ramës, jaft të shkel çdo ligj dhe të bëj çdo gjë për vot, por i pa shpresë nga verdikti i shqiptarëve, thot Berisha, duke komentuar deklaratat e kreut të qeverisë lidhur me nuditetin. Berisha thotë se ata që kanë kryer akte të tilla janë përjashtuar nga gara zgjedhore dhe janë dëshkuar me ligj. Do të preferoja që vlerësimin individual t'ia lija çdo nënë shqiptare, sesa do donte ajo që kryeministri i vendit të i servir fëmijës së saj nuditetin e tij dhe ish bashkëshortes. Do të doja që çdo grua t'i shtronte pyetje vetes, sa do donte ajo që burri i saj t'i serviste publikut lakuriqësinë e saj me të në plazh. Do doja që çdo mësuese të pyeste veten çfarë përbën kjo për nxënësit e saj, kur një kryeministër del me moton nudo për vota, duke shfrytzuar jashtë çdo lloj kodi etik dhe moral detyrën. Do të doja që çdo shqiptar ta vlerësonte vetë këtë, kurse në ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar kjo është absolutisht e dënueshme. Vërtet mund të marrësh disa klikime të kuriozitetit, por kjo është rreptësisht e ndaluar në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar, jo vetëm për faktin se ti kishe aty një audiencë fëmijësh, por ishe para kamerave, sikur edhe në kuzhinën e tij brenda 4 mureve ta bënte këtë premtim, i vetëm para kamerave ai është përgjegjës për qindra fëmijë, të cilëve do t'u mbetet në mendje se çfarë është i aftë të bëj ky njeri në shkallë mund të degradojë dhe degjenerojë fushatën për vota. Po e them këtu prap, në ligj kombëtar dhe ndërkombëtar, ata që kanë kryer akte të tilla janë përjashtuar nga gara zgjedhore dhe janë dëshkuar me ligj. Një propagandë e tillë është e tmerrshme, nuk mund të nxjerrësh në pazar ti nuditetin, lakuriqësinë tënde kurrë, sepse ka një kod etik moral, shoqëria njerëzore, thot Berisha.